në fakt arritjet e 2 viteve e gjysmë të fundit. Zgjerimi nuk ka të bëjë vetëm traktate, negociata, ka të bëjë me njerëz, me vlera, me shoqërinë civile dhe kjo është pikërisht arsyeja pse KSEE-ja, Komiteti Social Ekonomik, nisi iniciativën për vendet e zgjerimit, që ata tuleshim në momentin e duhur për ta bërë zgjerimin një proces të gjallë, një proces pjesëmarrës. Por syrin e parë, qysh në kryet herës, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka qenë një mbështetës shumë fort i nismës për vendet kandidate për antarësim dhe të përçoi një sinjal shumë të fortë që shoqëria civile duhet të jetë në zemër të procesit zgjerimit të Bashkimit Evropian. Është një nder i vërtet për mua që ta kemi sot që të ndaj vizionin e tij për Europën. Ju lutem një duartrokitje të fortë për të mirëpritur kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Kam përshtypjen që ke më shumë minuta se gjithkusht tjetër. Faleminderit. Faleminderit shumë. Me shumë gjans do të zgënjej shumë prej jush, sepse nuk erdha këtu të predikoj për shoqërinë civile, por erdha këtu për të nderuar dikë që më transformoi nga një skeptik të madh kur bëhej fjalë për dialogun social në një iftar të këtij dialogu. Ja pse unë ndjeva që të bëhesha pjesë me ndjenja qartësisht të përziera që i kam edhe në këtë moment ndërsa flas. Sepse e di që kjo mbledhje shënon po kështu fundin e presidencës Oliver Rëpke në krye të Komitetit Ekonomik Social Europian. Besoj se së pari ky është një moment për të kremtuar punën e një udhëheqësi të jashtëzakonshëm, por po ashtu me siguri edhe për të reflektuar për rolin e Komitetit Ekonomik Social Europian nën kujdesin e tij si rojtar i dialogut social, si një urë midis institucioneve, qytetarëve dhe një kujtues i fuqishëm se forca e Europës qëndron te njerëzit, te pjesëmarrja, te dialogu e jo te bërja debat vetëm me Zotin, siç themi në Shqipëri. I dashur Oliver, më lejo të të përgëzoj, sepse nëse nuk do të kisha privilegjin që të kisha takuar, ende do mendoja se dialogu social është një diskutim i këndshëm për motin. Karriera jote është farkëtuar në kudrat e përkushtimeve të fuqishme ndaj të drejtave të punonjësve dhe drejtësisë sociale, e që nga ditët e para në Federatën e famshme të sindikatave austriake dhe në dhomën e punës deri në kryesimin e zyrës në Bruxelles të sindikatave, Unionit Sindikatave Austriake, keni qenë në pararoj duke mbrojtur drejtësinë, solidaritetin e duke mbrojtur dinjitetin në vendin e punës. Si një superhero i heshtur europian, por me pushime më të mira kafeje dhe më pak kufi. Dhe ky përkushtim i yti ka frymzuar udhëheqjen tuaj në
Komitetin Ekonomik Social dhe ka lënë një gjurmë të pashtyrë në projektin evropian. Kur morët presidencën, Europa lundronte në atë çfarë mund të përshkruhet në mënyrë të përkryer si stuhi. Ndonjëherë njerëzit e harrojnë se çfarë ka shkuar. Por bragat e frestat atë hapurat të pandemisë, lufta e agresionit rus në Ukrainë që formsoi kontinentit, çështjet ekonomike që vuajnë familjet e bizneset, po kështu dhe Shqipëria, pavarësisht se në pritje për antarësimin në BE, që prej duket sikur nga epoka e gurit, në atë epokë, gjithë flokët i kisha të zinj. Ne nuk kishim mundur të hapnim as edhe një kapitull negociues. Ndoshta do të flasim pak më shumë për këtë më vonë. E megjithatë, përmes kësaj trazie, paqëndrueshmërie, ju sollët qetësi, bindje, paqe, konvertua, siç e thash më parë, dhe skeptik si puna ime, në një iftar, njëri që i beson dialogut social. A nuk është kjo prova që mrekullit ndodhin dhe shpesh shoqërohen nga pika agjende që vi në kohën e duhur. Ju na kujtuat që në kohë të ashpra dialogu social nuk është luks, është nevojë e domosdoshme si oksigjen për një kontinent që po mban frymën. Ju amplifikuat zërin e komitetit si zërin e shoqërisë organizuar civile, duke siguruar rimëkëmbje, tranzicionin e gjelë për politika dhe politika digjitale të mbështeteshin në drejtësi, në qëndrueshmëri, jo vetëm në tabela apo në shënime solemne. Ju po kështu ishit kampion i zgjerimit me një mënyrë që unë veçanërisht e admiroj, duke na përkufizuar si antar vendet, kandidat për antar, dhe po kështu nuk kishte më të parë nga brima e Chelsea-t. Ishim në sallë, e jemi në sallë duke kontribuar e duke sugjeruar pas rasti që kafja në Bruksel mund të jetë më e mirë. Duke parë jashtë nga kjo rajon, nga kjo lagje jona, ju siguruat që zërat tanë të jehojnë këtu, jo si pëshpërima të zbehta, por si partner me zë të plot në korë. Ju këmbgullët dhe kujtuat aktorët kokëfort që BE-ja nuk është vetëm tregu i përbashkët, është një bashkësi njerëzish ku rritja ekonomike duhet të vallëzojë krah për krah me drejtësinë sociale. Integrimi duhet matur me dignitetin njerëzor, me vende pune, me paga të drejta e mundësitë barabarta, dhe po kështu edhe një strem mbrojtje për ata të cënueshëm, sa asgjë nuk thot më shumë Europë e fortë dhe e zhvilluar se sa të mos lënit askënd më pas. Ju këmbgullët fort që e ardhmë e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian, duke tërhequr në debat shoqërinë tonë civile si një mikpritës bujar që këmbgull për të qenë në darkë. Dhe në fakt kjo nuk është një tifozëri politike nga ana ime. Është në fakt një ushqim moral dhe ne jemi shumë mirënjohës. Tashmë jemi me Shqipërinë në një turbo sprint të mbikarikuar për integrimin. Vetëm dje ju dëgjuat që ne kemi hapur 4 kapituj të tjerë, për pos 24 të tjerë të hapur, të cilat kanë të kaluar vite pritjeje. Në fakt, në këtë komitet hartohen politika e dialog që reflektojnë atë çfarë duan qytetarët e zakonshëm, sepse le të përballemi, le ta themi të vërtetën, askush nuk voton më për bingo burokracie. Zonja dhe zotrinj, po, ka të bëj me institucionet, po, ka të bëj me kolektivitetin, por, po, ka të bëj dhe me udhëheqësit, dhe sigurisht, ka të bëj me punën e përbashkët të shumë njerëzve, por në fund,
Çdo gjë vjen tek ai që është i aftë t'i sjell, t'i bashkojë njerëzit dhe të bëjë diçka të qëndrueshme e të dobishme për shumë. Ndaj, në drejtimin e Oliverit, komiteti ka qenë një makineri që ka ndërtuar konsensus, duke ofruar besim, duke fuqizuar rinin në vendimarrje dhe sapo pam një shembull të vogël tek fuqizimi i NVM-ve, heronjt e heshtur të ekonomisë shqiptare, tek humanizimi i marrëveshjes së gjelbër, sepse të shpëtosh planetin s'do të thotë të ngrish në errësirë. Oliveri ka provuar se Europa shkëlqen kur politikat e saj bashkëshkruhen nga qytetarët e saj e jo kur diktohen nga lart. Fundi një mandati nuk është fundi një misioni dhe mund t'ju garantoj për këtë sepse kam pasur shumë mandate. Është thjesht skena për të vazhduar. Presidenti juaj lë një trashëgimi vizioni, kuraje dhe guxoj të them edhe një mënyrë të njerëzishme me pak humor. Ju e patë Europën jo si një abstraksion, por si një punë të përditshme për familjet, për njerëzit, ku institucionet mund të dëgjojnë dhe dialogu mund të fitojë. Bashkimi është i arritshëm edhe kur përçarja duket se është një gjë e paracaktuar. Më besoni. Mund të bëj shumë rrallë këtë që kam bërë këtu, por e gjitha vjen nga zemra dhe vjen nga mirënjohja e ekipit tim, sepse Komiteti Ekonomik Social Europian ishte vendi i parë ku ne, shqiptarët, qytetarë të dorës së dytë të Europës, u ndjem qytetarë të barabartë të Europës, dhe në emër të qeverisë shqiptare, dhe duke folur edhe vetëm për veten time, dua t'ju falenderoj Oliver për udhëheqjen, për avokatin për zgjerimin dhe falenderoj për qëndrimin tuaj të fortë në Europë, që është e fortë se është e drejtë dhe është e tërë dhe e plotë sepse është e bashkuar. Dhe në qoftë se nuk është së paku, do të kemi histori të bukura për darkat kur të dalim në pension. Ndërkohë që ecim drejt së ardhmes, parimet e udhëheqjes tuaj do të ndezin brenda shumë udhëheqës në këtë hapësirë, por edhe brenda BE-s e jashtë BE-s për Shqipërinë, në shtegun ton drejt anëtarësimit. Ne ecim me bindjen që ju keni fortifikuar. Europa lulson vetëm kur është e plotë, dhe është e plotë vetëm kur është e bashkuar. Faleminderit shumë për gjithçka keni bërë dhe për gjithçka që na keni dhënë si njeri, dhe faleminderit shumë të gjithë njerëzve në këtë sallë për durimin e tyre heroik. Falenderoj shumë kryeministrin për atë çfarë besoj do të bjem dakord të gjithë. Ishte një fjalë mjaft elokuente, mjaft e ngrohtë, me momente lehtësie aty këtu që janë mjaft të mirëpritura në këto kohë të vështira. Oliver, mendoj që ti je skuqur për shkak të asaj që dëgjove, një lojtar i dialogut social, një heroj heshtur i Europës. Në fakt, do të ftoj më vonë, por kemi një ndryshim, sepse do të